Sot do të shpjegojmë termin çka do me thonë rug pull. Rug pull do me thonë kur disa njerëz ose disa persona vendosin që të mashtrojnë investitor. Ato vendosin që të krijojnë një token ose një meme coin ku qëllimi atyre është që t'i vjedhin parot e investitorëve. Si bëjnë atë? Së pari e krijojnë një meme token, shpejt, e morën një faqe të gatshme, e krijojnë një Twitter, një Telegram, i blejnë followersat në tweet, i vlejnë po ashtu edhe njerëz në Telegram, mundesh me blerë, do me thonë bota, po krijojnë një FOMO rreth atij tokeni. Dhe normalisht shpeshherë, do me thonë varet nga ku është qëllimi atyre, se ato do bëjnë një rug pull të madh ose të vogël, shpeshherë paguajnë disa influencera që kanë pak famë në Facebook, në Instagram ose në Twitter që të reklamojnë këtë token. Ose kur bëjnë një rug pull më të madh, paguajnë edhe influencerët në YouTube, ku investojnë normalisht pak para, por ai investimi i atyre do të niqifishohet mas rug pull. Kur bëhet një rug pull, këtu jena posaçërisht në një rug pull bë me Trump. Bë me Trump është një rug pull klasik ku njerëzit, individ ose persona, kanë krijuar një meme token. Dhe mundem me po domethënë për fillim që kjo është një meme coin ku ato kanë bërë një rug pull të thjeshtë. Do me thonë me njëherë kur shoh kështu, unë nuk vazhdoj që të bëj analiza, unë nuk investoj shumë në meme coin për shkak se është rreziku shumë i madh. Dhe çka kanë bërë këto individ kanë bërë rug pull. Për fat të keq është edhe një shikues i jem fillestar, do me thonë, ku është në shikuesin fillestar në YouTube, ku ai më ka shkruar disa herë, unë kam investuar në një token, në një meme coin dhe kam investuar $1000, kjo meme coin ka shkuar XD. Nuk mund të shes, pse nuk mund të shes? Unë nuk kam pasur kohë që atë ditë i përgjigjem, por mas ditë 3 kam hyrë që të shoh ku është problemi, se më ka shkruar përsëri ky person. Kam hyrë të shoh ku është arsyeja pse ky shikuesi jem nuk ka pasur mundësi që të shes këtë coin. Më njëherë kam kontrolluar dhe kam konstatuar që ky është një rug pull i thjesht scam. Pse rug pull? Këto njerëz, këto individ ose njerëz, ndoshta është edhe një person, kanë bërë rug pull dhe kanë vjedhur, do me thonë, investitorët që kanë blerë këtë coin, këtë meme coin, nuk kanë pasur mundësi që të shesh. Do me thonë, e kanë bërë special në kontrakt mrena që mundesh me ble këtë coin, por nuk ka mundësi që ti të bësh sell ose të bësh transfer në një exchange tjetër. Do me thonë, nuk mundesh në asnjë mënyrë që të bësh sell. Ose shumicën e rasteve është 100% sell. Do me thonë, ti ke investuar $1000, kur shkon të bësh sell, se është 100% ti se mbëj sell. Do me thonë, zero ki. Edhe arsyeja pse ky coin është rritur, do me thonë, ka bërë bujë shumë të madhe dhe kanë hyrë njerëzit në FOMO, është se çmimi ka eksploduar 500-600%. Mas 2-3 orëve përsëri ka shkuar edhe 200-300%. Nesrit përsëri çmimi ka shkuar edhe 500-600%. Dhe njerëzit që janë fillestar e kanë pa këtu, çka ka ndodhur, këshire çmimi ka shkuar shumë. Dhe me thë mundën me pa këtu me përqindje se sa ka eksploduar çmimi. Nuk do të diskutojmë, mundën me pa me përqindje, çmimi ka shkuar, por e gjithë kjo nuk ka vlerë që asnjë s'ka pasur mundësi që të shesin përveç ato që kanë krijuar këtë coin, ato që kanë krijuar kontrakt. Më vjen shumë keq se shumica njerëzve kanë humbur para, jo shumica, 100% e njerëzve kanë humbur para, nuk kanë pasur mundësi që të shesin dhe kjo është pallur një rug pull. Por mos harroni, ka edhe rug pulla të thjeshtë, mënyrë indirekte dhe legale. Për mua është rug pulli, edhe kjo është rug pull oficial Trump token. Normalisht nuk e kanë bërë rug pull të thjesht dhe janë zgjuar, do me thënë janë përsëri në sken, por e ka bërë një rug pull duke shitur ngadalë, duke bërë FOMO në treg, duke blerë njerëzit, ato duke dalë, duke shitur, ato duke fituar miliarda, njerëzit duke humbur para. Se çmimi i këtij tokeni ka shkuar mbi $70 dhe shumica e njerëzve kanë humbur para. Se ai që ka blerë me $70, ai sot është 700% minus. Para meno. Ashtu, edhe kjo është një rug pull, gruaja e tij Melanie. Një rug pull i thjesht në mënyrë indirekte, legale normalisht. Mundën me pa këtu çka kanë bërë. Ka shkuar çmimi $13, do me thonë 13.73.
sot është çmimi 0.26 cent. Paramenoni sa herë ka rënë çmimi i këtij tokeni. Ato njerëz që kanë dalë nga Trump tokeni dhe bashkë kanë ndjekur çat periudhë, çat ditë kur është listuar Melani, e kam ndjekur se shumica e njerëzve kanë dalë nga Trump tokeni duke menduar që Melani është ai tokeni që do të fluturojë përsëri në $100, duke shitur atje, duke dalur me minus fitime, duke i përcjell këtu dhe kanë humbur të gjithë para, më vjen keq, por këto njerëz janë duke nuk janë të edukuar dhe janë duke hyrë në kripto në mënyrën e bigjozit. Ata njerëz du të pasurojnë, du të dolin nga treg se du të dini një sen, kjo nuk është bigjoz, kripto nuk është bigjoz. Për njerëzit që mirën me bigjoz, shkoni në kazino, shkoni në kuq ose zi, në shumicën e rasteve do të përfundoni zi, domethënë jeta ju do të përfundoj zi. Kjo nuk është kazino, këtu du të investoni shumë kujdes se në shumë raste do të përfundoni si në kazino. Po ashtu do të cek edhe një token në 2020-21 Netflix është pallur një film që ka bërë buj, Squid Game. Dhe më njëherë persona të mençur që kanë dashur të bëjnë rug pull, më njëherë po ashtu e kanë kryer një token Squid Game. Njerëzit që e kanë ndjekur këtë film duke menduar se Netflixi ose ato që kanë përkrahur këtë film që kanë krijuar, e kanë krijuar edhe këtë token, kanë shkuar kanë bërë blerje në 2021-2022, po ashtu edhe ato individ kanë marrë miliarda, kanë vjedh dhe kanë bërë një rug pull, një scam. Njerëzit që kanë investuar normalisht kanë pasur mundësi të shohin tokenin, për arsye se kanë pasur 100% sell, domethënë taks kanë pasur 100%. Po ashtu mos harroni, ka edhe rug pulla indirekt, shembull, e bleni një coin, keni 30% provizion. Domethënë, ti ke investuar $1.000, do me ble për $1.000 një X coin, por ata të marrin 30% në baj. Si do me thonë ti blen me $1.000, por blerja jote është me $700, 30% e marrin ato. Të shesish e kanë 50% sell. Do me thonë ti investuar $1.000, ti kanë marrë $300 ti kanë vjedh, dhe që tash që të $700 ti ka shkuar për ta marrin në 1.400 X dish. Dhe ti do me shit. Kur ti të shesish, ato përsëri të marrin 50%. Do me thonë ti në fund je përsëri në minus. Ke investuar $1.000, përsëri me X dish, nëse ke vendosur që të shesish me X dish, ti përsëri në minus. Shkak se kanë vjedh edhe në buy edhe në sell. Për këtë arsye do të keni shumë kujdes kur të investoni në një token, shumë analizë do të bëni, shumë do të hulumtoni kush është kreatori, white paper të lexoni, shumë kujdes do të keni, a ka buy ose sell tax, se shumica në rasteve do të përfundoni me humbje të mëdha dhe do të dilni nga tregu të dëshpëruar. Nëse nuk ka pëlqyer kjo videoja ose ju ka ndihmuar që mos të bjeni prej e rug pullit, e dini ku është like-u, post, subscribe dhe mirupafshim në videon e radhës.